Mirë, jemi rikthyer në studio në mesdrit ditën e sotme dhe do flasim për shëndet. Ne jemi një shoqëri dhe me këtë i referojmë shoqërisë globale që kalojmë një pjesë të mirë të ditës në telefon. Ne ndijmë ndikimin që ka përpos shëndetit mendor, por edhe shëndetit fizik. Flas tu për qafën. Nga ana tjetër, bëjmë punë profesione që na ngarkojnë fizikisht. Për disa duhet të rrinë me orë të gjata ulur, e disa të tjerë duhet të rrinë me orë të gjata në këmbë. Me sa duket nuk ekziston një e mesme art, por ekzistojnë disa mënyra të sugjeruara gjithmonë nga profesionistët e fushës, fizioterapistët, se si ne të jemi shëndet plot dhe mbi të gjitha të jemi ne masazhatorët e vetes. Gjatë kësaj bisede do mësojmë disa teknika se si të qetësojmë dhimbjen e kokës, dhimbjen e qafës apo çdo ngarkesë që vjen nga vrulli i shpejtë dhe nga rëndesa e jetës së përditshme. Me ne në studio fizioterapisti Fitim Sinani. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi së bashku. Kemi sot në studio për disa truke dhe metoda sugjerime që ne kemi të domosdoshme. A jemi ne mjeku i vetes, e thënë si fizioterapisti i vetes, mund të bëhemi? Po, mund të bëhemi. Është një shprehje në mjekësi që thotë dëgjoje pacientin sepse ai e di diagnozën. Kështu që secili nga ne është mjek i vetes. Dhe ne mund të përmirësojmë gjendjen tonë shëndetësore vetëm duke mësuar disa truke që do na i zbulosh ti sot. Pjesa më kryesore është menaxhimi. Do të thotë se secili nga ne do di se si mund të parandalojë një patologji. Dhe në këtë rast po themi dhimbja e kokës që vjen nga qafa, një dhimbje cervico-gjene, që shkaku është tek qafa, që do të thotë që mund të jenë muskujt, mund të jenë nyjet, mund të jenë tendinat, ligamentet. Dhe shpërndarja e simptomave shkon përgjatë kokës. Prandaj quhet dhimbje koke prej qafës, sepse burimi është tek qafa, por dhimbja që pacienti ndjen është përgjatë kokës deri tek balli ndonjëherë në pjesën e syve. Dhe në këtë rast mund të kemi disa nga metodat që po themi mund t'i bëjmë në shtëpi. Disa nga metodat mund të jenë si metoda masazhi, mund të jetë ushtrime. I bëmë në praktikë së bashku. Në rast se ne kemi një dhimbje koke, që ti e tregove mjaft qartë, fillon që nga muskujt e gjatë të qafës. Pra gjithmonë dhimbja e kokës nga qafa fillon në pjesën e pasme. Në pjesën e pasme. Në pjesën e sipërme e qafës dhe në pjesën e pasme të kokës. Pra nuk fillon asnjëherë direkt nga koka. Pra kjo është një diferencë shumë e madhe. Ushtrimet që mund të bëjmë për ta qetësuar këtë dhimbjen e kokës, unë dhe Surijani do të ndjekim dhe ti je ai që na udhëheq. Fillojmë me, po themi, ushtrimi më të lehtë dhe më relaksueshëm është si masazh. Do të thotë, me të tre gishtat tonë, të dyja duart i vendosim në pjesën e mesit tek ballit. Dhe nga këtu shkojmë anash, pra largojmë gishtat në këtë mënyrë. Pra këtu në mes, në qendër, kemi ushtruar pak presion dhe i largojmë anash. Në këtë mënyrë do ndjejmë tip relaksimi. Mënyra e dytë është kemi dy gishta tani dhe me një gisht tjetër ushtrojmë presion në drejtimet të kundërta në këtë mënyrë. Dhe këtu lëvizim lart, poshtë. Mënyra tjetër është të dy gishtat ushtrojmë presion në drejtimet të kundërta në këtë mënyrë. Pra, kjo është një nga metoda. Në momentin që ne kemi dhimbje këtu dhe kemi ngarkesë, kur bëjmë këto do ndjejmë pastaj lërimin. Ne mësuar që thjesht vendosim gishtat këtu. Për shembull, aty mund të bëjmë një metodë tjetër, pra me të dy gishtat. Përsëri këtu është një muskull që merr pjesë tek kafshimi dhe po të kafshojmë fort, të shtrëngojmë dhëmbët, këtu do ndjejmë muskull. Do ndjejmë muskulin, më falni. Dhe këtu shkojmë lart, poshtë. Pra lart, poshtë ose para, mbrapa, pra në këtë mënyrë. Pra këta futen tek teknikat e masazhit. Por për të menaxhuar dhe problemet e qafës, zakonisht ka metoda terapeutike siç janë mobilizimet ose ushtrime akoma më specifike. Për shembull, një ushtrim që mund të bëjmë përsëri në shtëpi është që vendosim dorën si grusht tek pjesa e mjekrës. Në këtë mënyrë, trupi është drejt gjithmonë. Dhe me dorën tjetër vendosim sipër kokës, do të bëjmë një lloj tërheqje në këtë mënyrë. Pra, jemi kështu. Duke shkuar përpara. Ndërsa dora që është grusht nuk e lejon. Në këtë moment mund të ndjeni pak si tip tërheqje në pjesën e pasme dhe kjo shërben për të liruar përsëri muskujt. Sepse këtu mund të kemi muskujt që mund të jenë shumë të kontraktuar, të tensionuar dhe këto zakonisht mund të shkaktojnë dhimbje koke.
Një metodë tjetër përsëri që futet përsëri për të relaksuar. Je i domosdoshëm, jemi një popull që na dhemb koka shpesh. Jam mëngjesi deri mbrëmje. Na duhet sa më shumë këshilla dhe teknika. Me dy gishtat e mëdhenj vendosim në pjesën e pasme të kokës, pra sa mbaron pjesa e kockës së kokës dhe bëjmë një lloj rrotullimi me presion për të liruar përsëri muskujt në këtë mënyrë. Dhe përsëri këta mund të bëjmë disa minuta, 2-3 minuta. E rëndësishme është që gjatë ushtrimeve, po themi ose teknikave të masazhit nuk duhet të ndjejmë dhimbje. Pra dhimbja nuk duhet të përkeqësohet apo të shtohet. Gjithmonë gjatë këtyre teknikave duhet të ndjejmë relaksim. Sepse ekziston një mendësi që thotë kur dhemb është mirë, sepse po relaksohemi. Është deri diku e gabuar sepse ajo që duhet është që dhimbja maksimumi duhet të jetë 1-2, që do thonë nga 0 te 10. Pra 10 është maksimumi, me 0 s'kemi dhimbje fare, gjatë ushtrimeve që mund të lejojmë një dhimbje është 1-2, por jo më shumë, pra një dhimbje shumë e lehtë. Çfarë roli ka telefoni, çfarë roli ka qëndrimi, çfarë roli ka mënyrë se si ne rrim në karrike, në divan, në kafe, në restorant, në punë? Atëherë, duke qenë se përmendëm që dhimbja e kokës shkaktohet nga qafa, qafa ka disa faktorë që mund të ngacmohen. Dhe një nga këta janë qëndrime, për shembull, nëse ne qëndrojmë këtu tani. Siç rrinë zakonisht djem në kafe. Po, dhe qëndrojmë për kohë të gjatë, pra këtu tani ne qëndrojmë mbi 2 orë, 3 orë dhe pa lëvizur, ky është gabimi më i madh. Sepse nuk ka posturë perfekte. Me thënë tani që duhet qëndrojmë këtu ne, sepse këtu është. Unë nuk e bëj dot, për shembull, të rri kështu tërkohës nuk e bëj dot. Sepse edhe kjo, nëse këtu tani ju do qëndroni 8 orë. Po, qëndrojmë gati tu kështu. Përsëri do kesh probleme. Pra ajo që këshillohet. Po dhe të qëndrosh këtu, kështu gjithkohë. Një gjë. Por çelësi është ky tani. Që te çdo pozicionim apo çdo qëndrim, këto majtës djathtës, duhet që të qëndrojmë maksimumi 1 orë dhe ta ndryshojmë. Pra jemi këtu 1 orë maksimumi, shkojmë këtu. Pra të ndryshojmë. Dhe këtu mund të qëndrosh 1 orë, pastaj pak më janë peshuar në njërën anë, pastaj nga ana tjetër. A na duhet vallë një karrige e posaçme nëse ne kemi një punë tetorarëshe dhe nuk e kemi luksin televizim të çohemi përveç atit pushimit shkurtër 30 minuta. A na duhet një karrige e rehatshme? Ajo do ishte mirë, sepse normalisht do kishte më shumë mbështetje, do ishte trupi më i relaksum. Por gjithmonë ajo që është kryesorja është që duhet me ndryshu pozicionin. Që do thotë kemi punën 8 orë, por që mund të bëjmë që çdo 1 orë janë lëvizje të lehta ose me të çosh në këmbë 1 minutë. Ta janë gjëra të vogla, por se për ne në media për shembull së shumë komode duke folur për ndonjë shpikje, ndonjë raketë, të bëjmë kështu se pastaj në momentin që keni publicitet. Publiciteti unë dhe Surijani na pa duke ja bërë kështu. Dieni që na merrni seriozisht, se po merrni me shëndetin tonë. Ka një teknikë për të cilën gjithmonë kam qenë kurioziare, quhet teknika e peshqirit të nxehtë. E marrim peshqirin, e lagim me ujë shumë të nxehtë, e shtrydhim fort dhe vendosim në pjesën e qafës. Ka një funksion? Atëherë, duke qenë se është peshqir me ujë të nxehtë, do të thotë ka temperaturën është e nxehtë dhe normalisht kjo ndihmon tek muskujt për t'i relaksuar. Pra në momentin që vendosim të ngrohta, muskuli relaksohet. Por gjithmonë kur kjo konsiderohet si kronike, pra muskuli jot ka gjithmonë këtë tendencën për t'u kontraktuar, sepse në rastet kur kemi një dëmtim akut. Jo, flas pas ditëve të lodhshme, mund ta bëjmë ne këtë. Mund ta bëjmë dhe është shumë relaksuese. Sepse muskuli relaksohet. Çfarë mund të themi për këtë pjesën këtu? Që duket sikur ne lodhemi, kemi kërcitje të nofullave, mpirje të nofullave, që vjen praktikisht ndoshta nga lodhja e përditshme. Gjithë zona flasim për qafën, po këtë herë flasim për pjesën parë. Nëse kemi fjalën për artikulacionin temporomandibular, pra që është artikulacioni i nofullës, TMJ, normalisht mund të kemi problem, dhe është një nga patologjit shumë të shpesha dhe në fizioterapi përpos pjesës e dentistave. Në këtë rast mund të kemi kontraktime të muskujve, sepse mund të vijë nga shtrëngimi i dhëmbëve gjatë natës, kur është në gjumë, dhe mund të kemi disfunksion quhet. Disfunksion do të thotë lëvizje që ka artikulacioni nuk është normal. Mund të shikojmë persona për shembull që kur hapin gojën tentojnë gjithmonë që në ofullat të lëvizin majtës ose të djathtës. Ose majtës. Sepse kjo vjen si rezultat që artikulacioni mund të ketë kufizim të lëvizjes, pra lëvizja nuk është normale dhe ka kufizim. Kjo lidhet drejt për drejti pastaj dhe me qafën. Pra problemi temporomandibulare ndikon dhe tek pjesa
e qafës, kryesisht tek cervikale, C1, C2, C3, sepse këta janë numri i vertebrave. Dhe normalisht muskujt do tensionohen, kontraktohen dhe kjo shkakton dhe dhimbje. Mund të vijë dhe si rezultat kur kemi disbalanca të dhëmballëve, pra njëra anë ose ana tjetër ka mungesë dhe kjo mund të krijojë pastaj dhe kur kemi atë ndjesinë empirjes, sidomos në këtë zonën këtu, ka ndonjë ushtrim që ne mund ta bëjmë? Empirje në vetë ndoshta si dhimbje, si rendes, mund të kemi tek zona këtu që do të thotë që mund të vinë nga muskuli që mund të jetë i kontraktuar, edhe ajo që mund të bëjmë është përsërisë teknika masazhe në këtë mënyrë. Pra, po të shtrëngosh dhëmbën, do të ndjesh muskulin që kontraktohet dhe bëjmë në këtë mënyrë lart poshtë, ose mund t'i bëjmë si tip stretchingo, që me të dy gishtat shkojmë në drejtimet e kundërta. Okej. Fitim, çfarë po ndodh me ne? Duke qenë se po të kontrollojmë kohën që qëndrojmë në telefon, qëndrojmë për 5, 6 deri në 8 orë, dhe qafa është gjithkohës në këtë pozicion. Asnjëherë nuk e marrim telefonin këtu, telefoni është gjithkohës këtu. Çfarë forme po merr qafa jon? Në këtë rast ne përdorim një fjali që qafa është e drejtë, më e drejtë siç duhet. Që në këtë rast ne gjithmonë tentojmë të jemi drejt, por normalisht qafa ka një hark që quhet lordozë fiziologjike. Por në momentin që kjo lordozë, po themi është në këtë mënyrë, një hark, shkon dhe drejtohet, pra bëhet e drejtë, është problem, sepse këtu tani ndodh një disbalancë muskulare, mund të kemi pastaj edhe ngushtimet e vertebrave, pra unazat nga këtu që duhet jenë normalisht, mund të kemi ngushtime, pra afrohen njëra tjetrën dhe këta mund të japin akoma më shumë probleme më serioze. Ka një mënyrë për të dalluar vetë nëse kemi kaluar në këtë fazë? Shenja kryesore është dhe dhimbja. Dhimbja. Pra, muskuj gjithmonë këtu tek qafa ose te pjesa e supeve ndjen të kontraktum, personi ndjen sikur ka një peshë, sikur po mban një thes, shprehen pacientët që po mban një peshë të madhe tek qafa, dhe kjo është një nga shenjat kryesore, sepse muskujt disbalancohen dhe zakonisht problemet e qafës mund të shkojnë pastaj edhe përgjatë të supit, mund të shkojnë deri tek krau, deri tek gishtat që mund të ndjejmë pirje ose mizërime, dhe në këtë rast duhet se s'bën një konsult. Fitim, e fundit, për gjithë ata që punojnë në zyrë dhe janë në karrike, për të bërë atë relaksimin e muskujve të shpinës të qafës, nga karrikja, çfarë duhet të bëjë? Këshilla kryesore është që duhet të lëvizin çdo 45 minuta, maksimumi një orë duhet ta ndryshojnë. Lëvizje çdo 45 minuta. Ushtrim që mund të bëjnë është që vendosin duart tek pjesa e qafës dhe mbështetet te karrigen, siç jeni ju në rastin konkret, dhe shkon pas. Në këtë mënyrë ose mund të hapi edhe pjesën e brylave. Ky është një nga ushtrimet, ose ushtrimi tjetër pastaj përsëri me brylat. Brylet i vendos tek tavolina, zërë sigur kemi tavolina këtu, dhe me karrike spostohet mbrapa dhe bën një lloj tërheqje në këtë mënyrë. Këta janë disa ushtrime të lehta që mund të bëjnë. Relaksuese që i bëjnë mirë trupit edhe kështu. Sigur të bëjnë 3-4 herë në ditë, ishte perfekt. Lirojmë atë tensionin që na kap herë pas Edhe ne ndjehemi më mirë në fund të kësaj bisede, për shkak se i bën disa ushtrime të lehta. Është informacioni i parë. Faleminderit shumë. Je gjithmonë i mirëpritur në këtë studio. Faleminderit. Ndërkohë që ne bëhemi gati më një herë të kthehemi në një vatër të trashëgimisë kulturore. Njohim së bashku kostumet nga veriu deri në jug. Mos u largoni. Droni me ne.